Generali John Allen, i dërguari i posaçëm amerikan për koalicionin kundër ISIS-it, që ndroi në Kosovë sot, ku u takua me udhëheqësit më të lartë në kuadër të një turneu në rajon për diskutime mbi bashkërendimin e përpjekjeve kundër grupit Shteti Islamik. Zoti Allen tha të mërkurën para se të shkonte në Evropë se grupi militant nuk është vetëm problem irakian apo sirian, por një problem rajonal me tendencë për ndërlikime globale. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. I dërguari i posaçëm amerikan për koalicionin global në luftën kundër Shtetit Islamik, generali John Allen, është emëruar në këtë post në shtator të vitit kaluar për të ndihmuar ndërtimin dhe funksionimin e koalicionit në përpjekje për të luftuar dhe shkatëruar Shtetin Islamik. Ai takoi të njëjtën në Prishtinë udhëheqësit më të lartë të Kosovës. Në një komunikat të zyrës së presidentes Atipeti Jahjaga thuhet se ajo njoftoi generalin Allen me veprimet e institucioneve dhe mekanizmave të sigurisë për të përballur me kërcënimin terrorist global që paraqet ISIS-i dhe grupe tjera terroriste të lidhura me të. Përfshirën masat e sigurisë dhe ato ligjore për të pamundsuar aktivitetet, organizimin dhe çfarëdo veprimtarie radikale ekstremiste në Kosovë. Presidentja Jahjaga thuhet në komunikat shpreu vendosmërinë e institucioneve të Kosovës që ajo asnjëherë të mos bëhet strehë grupeve terroriste apo burimi i ekstremizmit. Në komunikat thuhet se i dërguari amerikan vlerësoi antarësimin e Kosovës në koalicionin global dhe të dy zyrtarët u pajtuan rreth rëndësisë së shkëmbimit të dhënave dhe informacioneve për të ndihmuar në ndalimin e valës së luftëtarëve të huaj, si dhe diskutuan mënyrat e zgjerimit dhe thëllimit të qasjes ndaj komuniteteve që mund të rrezikohen nga radikalizimi. Kosova është përballur me sfidën e pengimit të përfshirjes së qytetarëve të saj në luftrat në lindjen e mesme. Sipas një raporti të Qendrës së Kosovës për studimet sigurisë i publikuar kohë më parë, deri në muajin janar të këtij viti 230 qytetarë të Kosovës kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar. Deri tash rreth 30 veta kanë humbur jetën në ato luftra. Muajin e kaluar, ministri i Jashtëm Hashim Thaçi tha në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se aktualisht atje mund të jenë rreth 50 shtetas të Kosovës. Në muajin mars, Parlamenti i Kosovës miratoi ligjin që parashet dënime prej 6 muaj deri në 15 vjet heqje lirje për gjithë ata që marrin pjesë, nxisin apo ndihmojnë përfshirjen në luftrat e huaja. I dërguari amerikan erdhi në Kosovë nga Doha e Katarit, ku foli në forumin mes Shteteve të Bashkuara dhe botës islame. Ai tha se do të jetë një fushatë e gjatë lufta kundër kësaj dukurie. Disa aspekte të saj si mposhtë e ideologjisë së ISIS-it mund të zgjasin për një brez të tërë, ose më shumë, tha ai, duke kërkuar një vëmendje të veçantë ndaj përpjekjeve për të bllokuar qasjen e rrjeteve terroriste në sistemin financiar botror. Ai tha se lufta kundër një ideologjie dhe organizate terroriste duhet shoqëruar me një aspekt njerëzor në reagimin ndaj të rekrutuarve. Generali Allen pas Kosovës do të qëndrojë në Maltëzi, Bosnjë, Kroaci dhe Itali për diskutime mbi bashkërendimin e përpjekjeve kundër Shtetit Islamik. Për Zërin e Amerikës.